Në Drashovic, aty afër monumentit historik të luftës së vitit 1920 për shtirimin e Vlorës nga pushtuesit italian, Shushica zbret nga malet e larta të Llambërisë me një gumzhim që jep një farë personaliteti të gjallë. Pas shirave të rëndë të dimrit, Shushica me fuqit pa llogaritshme rrëmben çdo gjë që gjen përpara, ndërsa këtu në Drashovic duket sikur pushon në shtratin që zgjerohet në urtësirën e Llakatundit dhe të Armenit. Duke hyrë në luginë e Mesaplikut përgjatë rrjedhjes së lumit të bardhë ose Shushicës, vështrimi shkon larg në hapësirat rrethuar me malet e larta të harkuar që nisin nga lindja me Tartarin, Këndrevicën dhe Qepinin, sup në sup, si burrat e Llambërisë vargëzojnë me malet e Kurveleshit në jug dhe Akrokeraunet në perëndim. Të lind përshtypja sikur je përballë monumenteve kolosale të ndërtuar nga vetë natyra. Në top dritaret me fronë, ka dal një vajzë dëgjoj. Këtu janë ngritur rrëz maleve të 10 fshatrat e Smokthinës dhe Mesaplikut, të ndara 5 në krahun e djathtë të rrjedhjes së Shushicës, që nisin me Velshën dhe përfundojnë në Mesaplik, dhe 5 të tjerë në krahun e majt, në anën perëndimore, që nisin me Gjormin dhe Lepenicën dhe përfundojnë me Tërbaçin dhe Vranishtin. Ka dal një vajzë dhe shikon, një zë birbili dëgjoj. Mesaplik, një nga mjediset unikale nga bukuritë natyrore që mund të gjenden. Duket sikur natyra e ka zgjedhur luginën e lumit të bardhë dhe të 10 fshatrave që e përbëjnë për një paraqitje të gjitha tipave të maleve që e rrethojnë gjithandej. Shtatë hollë arpet mbi kokë kurora nga lindja. Kemi aty edhe shkëmbinj të zhveshur edhe kodra të pyllëzuara, maja me dëbor dhe çdo gjë që mund ta kap përfytyrimi me ngjyra dhe me forma. Nisëm udhëtimin herët në fundjavë me poetin dhe shkrimtarin e njohur,
djalin e këtyre anëve e Qeremcanaj, si dhe shoferin Sadush Tafa. Petëm mbi kokë kurora, nga lindja male të rina, gërsheta me trëndelino. Lugin e moqme ullur në qiellin blu, ti djet gigant që përkund dhe përkund shekujt si njosh, mbushur plag dhe blana, prej brinjve të tua stërradh dhe rrëpir, më shumë gjak se ujë kanë parë të rrjedh, dhe lumi i Vlorës këndon Nina Nana. Malet, kështu ç'pas kanë mbir, kjo këngë nga zbret kështu vallë, ndoshta ajo gurr, ndoshta prej dherave që mbaj në duar, shkruan poeti e Qeremcanaj. Udhëtojmë në krahun e Shullëzit, që nis me fshatin Velç, diku një mone bagëtish dhe blektorët vendas me tupën e dele përpara me këmbor dhe zile, me një harmonizim tringëllimash që i ngjan një kompozimi muzikor, qëngja që vrapojnë pas mamave, që hidhen dhe kërcejnë, janë më të bukurat krijesa të lindura aty mes malesh dhe që të krijojnë një ëmbëlsi shpirtërore. Një ndalesë e shkurtër tek përroji i thatë, siç quhet, përroji i Velçës, që përshkon pjesën perëndimore të fshatit, bukuri të rradha. Ka dal një vajzë dhe shikon, një zëpir bili të gjon. Gurgullime e ujit që rrjedh mes gurve dhe bashkohet me ciciljemat e zojve që qëndrojnë në rrëpenjt mes përrojit të Velçës. Dhe Shushica që gjarëbron me oshtimën që ka parë se si valëviteshin fustanellat poshtë rrepeve. Këto ujrat kaltera kanë pasqyruar hije ushtarësh të huaj, gryka topash, aeroplan dhe borien e sulbit. Kurora, nga lindja male të rina, gërsheta me trëndelino. Shpellat të moqme, ndoshta të kohës pellazike apo ilire, krateret e Velçës, një mrekulli e natyrës. Velça, fshat me rreth 200 shtëpi të ndërtuara me mure guri pothuaj të gjitha njëkatëshe. Një fshat i qetë, që siç thonë, ruan i jetë e mot të njëjtin ritëm, fshat me pak banor, sidomos në kohët e sotme kur djemt kanë marrë udhët e botës pothuaj në gjithë krahinën, në çdo fshat bie në sy një vakum rrëngjethës. Banorja e parë që takuam, një grua rreth të 80-ave që na përshëndet. Si je nënë? Si je me shëndet? Mirë. Je mirë? Mirë jam. Këtu nga Velça je? Si u dhro? Ha, sa fëmijë ke? 6. 6 fëmijë. Po këtu i ke për të larguar? Një djalë kam në Greqi, madh. Edhe 4 kam këtu. E me cilin jeton nga djemt? Jetoj me të voglin. Me të voglin? Me të voglin. Po, nusja të bënjus vetë në qik? Mbyllet goja. Si të mbyllet? Më doja të kyç gojës. A, kyç. Më dhe të edhe në poshtë. Të keqja në... Kyç gojë që t'jesh mirë, ha? Po. Po pse kyç gojë di? Po gojnë të ke sheqer me to. Sheqer, po. Ato dhe rme, Po. edhe së të duon mo. Qartë kanë? Po, së duon më. Gruaja që u afrua ishte nusja e djalit të teftës.
Njëri këtu në Velça? Nga Velça. Nusja kjo. Nusja. Nusja. Sa po thanë, si ke emrin? Tefta. Brahimaj. Teferi Ibrahimi. Tefta, po juve? Valbona, Brahimi. Valbona. Tefta, sa po u shpret, Vjera jote tha që unë e mbyll gojën. Tani është e vërtet, pse do ta mbylli gojën Vjera? Jo, Vjera s've ta mbyll gojën. Pse? Ka të drejtë, të flasë, është më e madhe. Po mua më tha që do të mbyll gojën dhe që t'jem në rregull me nusën. Po kam 5, kam 4. Ke 4? 4 të 5 se kam matura. Po kush pëlqen nga to, apo kjo që është këtu? Kush është më e mira? Dua, po. Jo, Vjera e mirë është ajo që si ndanë, të tëra njësoj, Po, punon Vjera? Jo, Vjera tani ka nge. S'kam, tani Vjera... Një pun ka Vjera tani. Filxhan e kafes. Po, filxhan e kafes. Po ta bëjnë kafen? Ma bëj. Kafe, rakisht. Po mëse merresh ti këtu në fshat? Çfarë punë bën ti? Del tek shoqjet, bën vizita, apo rri në shtëpi gjithë ditën, nga mëngjesi. Vizita, jo brenda s'rri. Po. Kur vetë. Po bagtit ke ruajtur një me bagti ke qenë? Udhë? Ke qenë me bagti në një, ruan bagtit. Si ruaj dot. Po përpara, kur ishe re? Kur ishe re te babai, vej në tot në mal. Vej me bagtin mal. Vej. Po dru, ngarkoheshe me dru. Ngarkoheshe me dru. Ndaj më hodhi perdia dhe këtu në vetë. Po, se o kështë marrë dorën këture punëve të fshatit, Po, kështë marrë dorën. Po burri këtu të lindet ngarkoheshe me dru? Jo, këtu s'ka vujt nga burri këtu, jo. Së më detyrate. Alla bimbe reqave sa i ka vdekur, vajti 5 vjetë, po. Po, do më thënë burri s'ka detyruar të ngarkoheshe me dru? Jo. Po. Vetë së nda e që punë të unë nesh, shta maqare. E detyron të punojë në kooperativ? Punoja. Punoje se kështë fëmijë? Kështë fëmijë, kështë 6 fëmijë. Po juve nga jeni, nga keni ardhur nuse këtu? Unë kam marrë nga Karbonari, janë nuse këtu. Nuse, po. Dhe i bën një smet Vjerës? Vjerën e kemi bashk, e kemi pa nuse brona dhe këzë darka dreka. Po, është më mirë kështu ku shkon nga një nuse të tjetra, apo do martosh djalin që i ke pa martuar? Jo, vetë të këto, se kam problem fare për ato. Ku t'i vi ora ati, zdo në shti. Po. Nuk do. Po qëfar ju mungon, në dimër qëfar bëni këtu ju për shumë? Ja tani është dimër apo jo? Rrini? Po ushqime, si është? Po mirë është. Unë e kam burin punon, o sta në ndërtim, s'voj, mu s'dal, o s'kam pa këti fare. Ku punon këtu në fshat? Punon këtu në fshat, në vlorën, ku ti dal punë? Mirë nëno, kene i përshëndetje për televizionin? Përshëndetje shumë. E përshëndet televizion Apollon? Si preson një herë që më dole këtu, përshëndet. Do të vim prap, mund të vim e në shtëpit, bëjmë në vizit. Të vini, të urdhroni, kemi dhe një zandin nga fjeri, përshëndesim gjithë njerëzit e tanë, andej nga fjeri, kemi gjazhalar të burave, andej. Vjeri jonë është vetëm këtu, a i është veti 3 e 4 të dhanë, fjerë në tatos. Ka në emër ka kush janë dhe? Ata Gjevdet Brahimi. I përshëndet pra? Po, me familjen e ti. Kene i përshëndetje në njeri nga fjeri, nga Vlora, kujke? Ka kunetri të Ka përshëndet? Kam 2 kunetër që tjetë ka dhe. Kam kur 2 janë të tjetë. Si që e kunetrit? Gjevdeti, si që e kunetrit Gjevdeti dhe Esati e fëmijët e tyre. Po. Mirë Tefta. Falemderi që u takuam. Gjithë të mirat e ju dhe punë të mbarë. Miropafshim. Duke qenë se nuk ishim qëndruar e pa me vend të ktheheshim dyqanin e parë, kafene dyqan, vetëm sa për një kafe, por rregulla zakonore nuk mund të shkelen në këto anë. Jemi këtu në një nga ambientet e fshatit Velç të Krajinës Mesaplik. Dhe si që shikoni jemi gjetëm një grumbull njerëzish të fshatit Velç. Përshëndetje, si jeni? Pasi na qelasën, Suleiman Balili, më i moshuari, kërkoi të flasë për televizion Apollon, si i vetmi televizion që ndiqet në këto fshatra. Pjesë e traditës së kësaj shkolle që zhvillohen në kuadër të konkretizimit të programeve mësimore, gjallërimit të jetës së brendshme të shkollës, krijimit të kushteve të përshtatshme shloseve dhe argëtuese të tjerë. Por muajt e fundit kanë ndërhyrje dhe figura nuk duket qartë. Jam një banor i fshatit Velç, deri rritur në 1939 deri në 2008. Banues të fshatit Velç pa ikur veç ushtria më ka shkëputur.
Televizioni Apollon, jam I kënaqur që kur ka filluar, edhe deri para 3 muajve. Pastaj u ndërpre, me rastin e gazetarit të Apollonit të njohur, Enver Shehu, na dha kjo mundësi që dhe unë të flasë në televizion të Apollonit, edhe si njeri, edhe si fshatar, edhe si krajinor. Veqa bën pjesë në lugin në lumit Vlorës, në krahin në Mesaplikut. Tani unë jam minjojës për gjitha gjërat që bën televizioni Apollon, të na bëj ato që duam neve të na nxjerrë në televizion të këndojmë, të laftërohemi, ta kritikojmë, të na kritikoj e gjithandej. Po pse ju keni dhe shumë vlera këtu, vlera arkeologjike, keni gjëra të bukura që shpellat e Velshës. Keni gjëra të bukura që na duhet që të vim tur Velsh. Si mendoni ju? Të ndalemi në një ditë? Unë mendoj, në qoftë se me Qeremcanin, brenda mundësive, në bashkëpunim dhe me çotë tjerë, do të thënë që një ai dhe unë njohje, të bëjnë punë, veça ka gjëra të njohura dhe të pa njohura, do të thënë në kërkim që këto gjëra të vënë deri në fund. Me shpresojmë se nëpërmjet kësaj pune, veç televizionit Apollon ne nuk e parë as I gazetar, as I televizion, as njëri tjetër që të na ngrorë, na thotë çfarë doni, çfarë do bëni, çfarë do u bëjmë, çfarë kërkesa që kemi. Kam ndjekur rregullisht televizionin Apollonit. Jam shumë I kënaqur se dele vërtet gjithmonë është, por juve me rrugën që bëni tani që kaloni, duhet të vini një ditë tjetër që këtu të dalë çdo gjë në shesh e vërteta. Nuk na mjafton koha për sot që sqarojmë shumë. Ka pasuri Velsha, ka natyrën, ka bukurit. Ka mrekullit të veçanta. Ka edhe njerëzit janë të parët, bujarët. Pastaj ka virtyte shumë të mëdha. Biseda do të vijonte me Alikon, dyqanxhiun. Në radhë të parë u falenderoj njerë që është. Edhe ne e quajmë Pander, jeni një televizor me seriozitet të madh. Unë ndjehem gjithmonë, jeni qani hallet e popullit. Në ato zona që ne ndjehem, ne takojmë sot dhe sukëm takojmë herë tjetër. Mendojmë që një ditë të mirë që ju të keni mundësi, ne kemi probleme shumë fshat. Një ditë kur janë mundësi dhe juve, ne kemi shumë probleme për qarë hallet, si që qanë çdo popull tjetër. Kemi fshat I thyer, kemi rrugë prishura, kemi halle sa të duash, po të kuret mundësia. Jemi I popull me gjithmonë që nëse bëmi 10 veta pim kafe bashkë. Keni një histori të lashtë apo? Kemi histori shumë të lashtë, dhe veç se thonë balkoni Vlorës, I lumit Vlorës. Kështu I ka thënë të parë, kështu I tani dhe në sot. Kemi vende arkeologjike nga më të bukurat që po të vish me shumë nga fshatarët, vish të vizitoni dhe ne të dalëm tamam pa se ne kemi televizion edhe Vlorë, së bën vaki që të këtë harë një që të këtë marrë një intervistë sa më të shkurtër për neve fshatarët. Enver Shehu të falenderojmë jashtë mase kur kemi ndjekur emisionin që kemi bërë në Greqi për emigrantët, për gjërat arkeologjike që kemi zërti në Greqi, për koha dhe fermeri, për probleme të tjera shoqërore dhe të falenderojmë prapë që ti të vish dhe në Velsh kur të krijohet mundësia të shohësh edhe këtu çfarë materiali ka Velsha. Shumë të falenderojmë shumë, qofshit nderuar se televizion, te presidenti dhe të gjithë me radhë. Gëzuar vitin e ri. Qof viti mbar për të gjithë, suksese, mbarësi, pashi gjithkohë. Gëzuar, falenderit Ali, falenderit. Urime, nuk u ndalëm në këtë dyqan modest që keni ju këtu, si dhe qoftë ushqeni besoj, por probleme ka Velsha sepse është vend I larguar apo I ndarë. Ju keni fitime nga ky biznes që keni këtu? Do ushqemi, zërëm bukën. Jo se do vëm kapital, se kapital s'kam dhe të gjemë në këtu, vetëm sa për më marrë vajtën Vlorë, I marrëm këtu. Ky është një takim spontan, por unë shpresoj që shpejt të takojmë së bashku, takojmë me juve dhe me gjitha njerëz, kaq pak njerëz takojmë në Velsh,
Unë se do të vim me haber, do të jemë shumë njerëz apo jo? Patjetër më shumë, unë kam besim se të kam bërë në shumë emisione, në qindra emisione ty dhe unë kam besim që ti do të ish. Faleminderit mirë pafshim. Nderuar qofsh. Gëzuar dhe Mbar, suksese. Dhe shkrimtarin Eqerem Canaj, i cili shpjegohet për fshatin Velsh, që nga një ngjarje vërtet mbi të cilën shkroi librin Legjenda e Marsidës. Gjej rastin që në këtë takim për të cilën morëm një rrugë për drejtim Smokëthinës së Bashaj, të ktheheshim edhe këtu në Velsh, pse ashtu siç jam rritur në Mesaplik e Smokëthin, po ashtu me ndërgjegjje më të lartë them se jam rritur edhe në Velsh, sepse edhe Velsha siç është pjesë e krahinës Mesaplikut. Di dhe një diçka si nga historia, si nga geografia dhe si nga karakteri i burrave të velçot. Nuk mund të lihet dhe në Haresë figura të shquara si Ali Beqirit, si e Kujtim Beqirit, si Sali Kosullos, ose të marrim në planet tjetër viteve të mëvonshme. Unë kam parasysh mësuesin patriot ta quaj Gani Karterin, me të cilin ne keshim si idhull atëherë kur dolëm mësuesat të rinj, apo miqë kam tani këtu në Velsh, Hamet Demaj, ato mësueset që janë aq dinamike dhe profesionaliste. Në këtë rast duhet shpreh edhe një moment tjetër, se kohët e fundit ka marrë një libër prej mikut tim, Hamet Demaj, i cili përshkruan fisën e tij, përshkruan lagjën e tij, përshkruan fshatin e tij me patos prej njeriu të vërtet dhe të denjë. Duhet të them se Velsha në tëra kohrat, tani të kaluar tani dhe në vazhdim, është përfaqësuar nga njerëz të shkëlqyer dhe të mirë. Gjej rastin njëkohësisht se pikërisht këtu në Velsh, vite më parë, kur isha i ftuar në shkollë, në një takim, ishte muaj pranver, ja kemi bërë në natyrë, tek qafe Persarandi, apo shkëmbi Persarandit, pas bisedës, duke këtyre shkollë, nga drejtori i shkollës, Hameti, mësova diçka mbi shpellat e Velshës. Ishte aq interesante sa unë pas ballon drekën në vend që të shkoja në Vlorë, ktheva me Saplik dhe shkrova novelën më të bukur të krimtarisë time, atë Legjenda e Marsidës. Shkurt është historia e dy vajzave të shkëputura nga opori i Ali Pashës, kthyer në fshat, por të përndjekura nga obortarët, futen në shpellën e Velshës dhe humbasën në rrugën ku jetojnë në për galeritë e saj për rreth 40 ditë dhe kanë duke përshkruar një rrugë rreth 4 kilometra, duke ushqyer me qumështin dhe gjakun e qivjet të njëra tjetrës dhe dalin diku në një fshatin ploç në një shpellë tjetër. Pasi dalin në dritë, qorohen nga syt. Është një moment shumë interesant që tregon bijetesën e njeriu. Pikërisht kjo më bëri që brenda natës u shkruaj novelën Legjenda e Marsidës. Sido që nxitonim sepse kishim shumë rrugë deri në fund të krahut lindor të vargmaleve tartare Çepin, ishte kënaqësi takimi në Velsh dhe u detyruam që ndrojmë më shumë se sa donim. Bukuri magjike që të detyrojnë të regjistrosh sa më shumë me kamerë. Këtu është pikë dominuese e fshatit Ramic. Këtë gruaj që na përshëndeti, u interesuam ta pyesim se me çfarë ushqen këtu mes malesh, në kushte të vështira për bujqësinë, sepse edhe bagëti nuk po shikonim dëndur. Jemi në Ramic të Vlorës, të Mesaplikut. Të Smokëthinës. Ramic të Mesaplikut. Si keni emrin, lutem? E kam Deftiri Zogaj. Zogaj. Po, ju jeni këtu nga fshati? Po, nga fshati. Dhe është një fshat i shpërndar me gjithë të peizazh natyror, rrethor me male. Ç'bëni këtu, me se merreni? Po, beharit punojmë, kemi një aktivitet privat. Po. Punojmë beharit, kemi dhe një 300 kokni. E jo me këto. Kaq. Tani në dimër që është periudha me borë dhe vështirë, keni problem, si i mbani dhitë? Po kemi me pas ushqimore nga vetja, pa një lloj ndihme. I mbani të mbyllura?
Po jo, në qetit kemi kullota. Po i mbështeti nga shteti kështu? Jo. Shteti na ka harruar që kur... Nuk ju stimulon? Shtet nuk ka. Nuk ju stimulon për këto baktikë mbani? Jo, kemi një 300 kokë. Sa djathtë prodhoni ju gjatë vitit? Po prodhoni? Në bazë qumshit. Bazë qumshit? Prodhojmë qumshin si që mjerë nga bakti tona, marrëm dhe të disa tjerë vetë. Me sa i bleni qumshin? Të deles me 850, të dhive me 500. 850 lekë një litër, e? Po, shumë mirë. Këtu është qumshi është më i mirë. Mishi, qumshi, çdo gjë këtu janë, se rriten në natyrë. Keni tregje shisin djathin me... Vetëm djath prodhon? Kemi. Djath prodhon? Po, djath, gjallë, gjizë. Po, një mesazh për televizion apo dhon? Qati them... Kemi gjendër këtu. Qati them... Nes malesh. Të paktën të shpëndajnë të vënë antena që njerëzit të mojë blejnë çdo gjë me para se nuk e harrin dot, sidomos kafshët, fshatar që janë edhe pa. Të çojnë antenën. Po. Falenderit. S'ka gjë. Falenderit për bisedë. Mirupafshim. Në shumicën e fshatrave të krajinës së Mesaplikut, por edhe këtu në Ramic, bie në sy një kontrast midis faktit që në këto anë njerëzit mbijetojnë sepse kanë shumë pak të ardhura, por nga ana tjetër punojnë me shumë merak dhe gjithçka të kënaq anën artistike të natyrës, jo thjesht nga pamja piktoreske, por nga sistemimi i oborreve me mure guri të ndërtuara me mjeshtri dhe të mbajtura pastër. Gjithçka duket një punë e ndershme, një art i ndershëm të vërtet, një art shumë i bukur, shtëpi të grupuara dhe në vende ku nuk dëmtohet ajo pak tokë arë që kanë. Në Matogjin u ndalëm gjithashtu për të parë ndërtime të vjetra shtëpish dhe prej këtu dukej Bashaj dhe Mesapliku. Për te i lumit, në atë gryk, midis arash që gjelbërojnë dhe ato shkurët voglet, është lagja Boderë. Dhe ai përrua ka një radhë shpellas pastaj që quhen shpella të Boderit, ato janë rreth 30 shpella. Gjithë historisë shekullore të këtij vendi, ato ka qenë shpella mbrojtje të këtij populli dhe të zonës në tërësi. Kemi 2 male, një mal i bardhë, një vargmal i bardhë dhe një vargmal i zi. Vargmali i bardhë fillon nga mali Tartarit dhe ecën gjithnjë në lindje duke u lartësuar dhe përfundon me majën e Këndërvicës, maja më e lartë. Përballë tij fillon malet e Çepinit, ku midis të 2 maleve buron pikërisht ky lum që është këtu, është përrojë në hartë quhet përrojë smokthinës, ndërsa në fakt përdoret si lumi i smokthinës dhe bashkohet në afërsi të pratit me si një degë shushicës. Pra, ky mal që duket i zi janë varg malet e Çepinit, i Çepini smokthinës, Çepini polenës dhe mbyll Unazën atje në jug me malet e Papadhisë të Kuqit e të Kurveleshit. Ky ishte objekti i udhëtimit për grumbullime materialesh filmike, historike për Cane Myftarin dhe nipin e Fisit, poetin dhe shkrimtarin e Qeremcanaj, për të pasqyruar krijimtarinë e shkrimtarit në një afat të mundshëm dhe s'ka si të flasësh për e Qeremcanaj, pa kujtuar Cane Myftar Smokthinën, një nga burrat e krahinës, për të cilin janë thuru këngë dhe legjenda. O Cane Myftar Smokthina, Cane Myftar Smokthina, pse s'na more neve trima, pse s'na more neve trima, t'ja bënim në vloro prima, t'ja bënim
Doni në vlorë primë, tu mbush varri trondelina moro, tu mbush varri trondelina. Pasi kaluam për ruan të lidh Matogjinin me Bashajn, u afruam në trollin e Cane Miftar Smoktinës. Një nga kapetanët e shquar të Shqipërisë Jugut, Cane Miftari, krahas figurave të tilla si Tafil Buzi, Zenel Gjoleka dhe Izva Sjari e të tjera. Këtu është shtëpia e Cane Miftarit. Edhe i thonë, ku e ka Canea shtëpi, te porta me Llamarin, porta ka qenë këtu matar, në shkëmpedur të bërë dhe shtëpi. Galuar shekujt, kujtojmë që nga vitet 1800, Cane Miftari ishte kryetrimi i komiteteve popullore në luftat për pavarësi. Historitë e tij ka përshkruar vetë historia shqiptare. Kujtojmë librat e historianit të shquar Mexhit Popolarit, Trimat Kombërit Popullore, ku ka folur gjatë dhe për figurën e Cane Miftar Smoktinës. Flasin muret, flasin malet, flasin këngët dhe djemtë e vajzat e Labërisë më të mirët, jo vetëm të Mesaplikut, por gjithë Jugut do të mblidheshin dhe do të këndonin. Në përbace kur kalona, o lejmon more lejmon. Në top dritaret me frona, ka dal një vajzë dëgjon. Shënojnë gjysmon e lekut, nipstor niptos kënder begu. Krainos e komnenit të kaninos, e piros dhe e rugjinos, e vezirit të janino. I marirushje krainos
ndërsa rapsodi Tomor Lelo, një heroi të popullit Zigur Lelo me saplikut, me vargje dhe me këngë, kujton historitë e trimave të Labërisë, Cane Myftarit, Zigur Lelos e të tjerë. Tu more djem në rrës të këtij shkëmbi dhe në mes të këtyre maleve kanë jetuar brez pas brezi smokfinjot. Këtu në këto troje Pelazgo i Lire kanë qenë të parët tanë, të cilët e kanë ruajtur këtë vend të shenjtë, të pa prekur nga këmbët huaj. Këtu nuk ka mundur do të hynë as ordhit e Bizantit, as ordhit e Turkut, as ato slave, dhe prandaj janë ruajtur dhe emra dhe toponimet, si që shikoni, Matan janë qytezat, këtu është Shkëmbi Kuq, këtu quhet Bashaj, këtu quhet Bashi Vogël, aty është lumi i Smokfinës, andej kemi Çipinin, tentua në kohën e Turqisë, por rezistenca u përjetësua në këngë duke thënë në Çipin për mbi Smokfin, palla be bën kërdin, printe në balla raniti, kër me madhe ati viti. Edhe kështu vazhdoi historia brez pas brezi dhe smokfinjotët qëndruan si këto male, i bën ball të gjitha stuhive të kohës. Këtu u nisën disa qeta për të mbrojtur trojet tona. Thonë një këngë tjetër, polli bashje bëri buall, Zeneli si dash përquar, ditën e diel kur duall, me bajrak të kuq në duar. Këtu, pikrisht këtu në këtë vend, ja këtu këhodhi themele Cane Myftari, një nga burrat më të ndritur të kësaj krahine dhe të gjithë perandorisë. Një nga miqtë e ngushtë me Metaliut e Egyptit, që vëthurën plane për ta përmbysur perandorin. Po belerët asaj kohe të lidhur ngushtë me padishaun, i bën kur dhe helmuan në Cane në Vlorë, ndaj dhe smokfinjot i thurën këngë, duke thënë, o Cane Myftar Smokfina, pse s'na more neve trima, t'ja bënim në Vlorë prima dhe mbush varri me Trëndelina. E kështu vazhdoi historia epopeja e 1120-ës, këtu u nis qeta e Bashit me Zigur Lelon, i cili para se të nisej me profecinë e tij sipas zakonit, ashtu si mjeku sot i sheh radiografin, u tha, duke parë shpatullën, nesër në të rarë të diellit kotën do ta marrim. Vlora është e jona, buzëqesh fitoria për gjithë Shqipërinë, po unë do të vritem. Këta ishin smokfinjot. Po kështu në luftën nacionale shqiptare u nis qeta me 20 partizan me emrin e Zigur Lelos. E vazhduan brezat ta mbanin lart të frym të shenjta dhe dashurisë dhe të lirisë për këtë vend. E kështu vazhduan njerëzit edhe të Pushkës edhe të Penës. Dhe ne ja vlen të përmendim këtu një nga emrat e ndritur të Penës, si është e Qeremcanaj, që është stërnipi Cane Myftarit. Kue ka canja shtopino, në shkom ka edhe themelino, pyeti miku por mikno, te porta me la marino, këtu e priti ta filo buz musta qezino, të bojno luft me Turqino, lidhur me Metalino. Zigur Lelo kur nisi djem për të hedhë në Sulun, për para o bite Smokfinës ta, për para mori u bëfta dhalla e staneve dhe uj gurrave, për para o bite mi, për para Qeremcani me penën tënde, ti tregosh brezave që vinë se cila është historia e këtij vendi. Sigurisht, unë jam stërnip
Picani Miftarit, cilin mbaj edhe mbi emrin e njëjtit pa ndryshuar. Kuptohet jetojmë një kohë shumë të largëta, nëse kohë e Picani Miftarit kishte pallën për mbrojtjen e truollit shqiptar të luftërave të mëdha për pavarësinë, ku ajo na solli të tjera situata, atë të penës. Dhe unë për krah brezit të tim që përfaqësoj, kemi luftuar në këtë fushë. Sigurisht nuk kam bërë gjithçka, nga tërësia kam bërë diçka për Bashin, për Smokfinën, për Mesaplikun, për Vlorën dhe gjithë Shqipërinë. La bërilare në hënë e shtëraj, tha ma jenë jo. Malet si supe me mëngë, si për detit të tërë gjohë. Zonja qestine, shkepat fole gjeraçine. La bëri zonja qestine, shkepat fole gjeraçine. Për shtale e borë, rado, për shëpardo, jete mura i përshim, illa molla buria ime. Laja të aro me trendeline, gryka të derdhure në burime. Në bëri gërqe e tërë, honë persi me gërshë.